Unë kam afërmeje edhe drejtorin e shkollës mesme tekstile, ju tregova arsyeja se përse desha që ta kemi në këtë intervistë është se është një ndër shkolla që ka pasur shumë aktivitete ndërkombëtare, dhe ajo që si tetovar na bëri zemrën mal, ishte lëvdatat që u morën nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë gjatë vizitës së tij të fundit për këtë shkollë, për prezantimin që e bëri atje. Drejtor, sot çka do ju prezantoni nxënësve? Pse duhet të vinë te shkolla e mesme tekstile? Që ne kemi shumë gjëra për t'ju treguar nxënësve, për t'ju ofruar. E pos do drejtimi që i kemi ne profesionale, si që dizajn tekstilit veshjes, apo dizajn interier, kemi teknologji dhe disa lanë tjerë, ne u ofrujmë atyve se pos që do të punojmë praktik, që kemi një pjesë praktikës shumë përsusur, ne jemi dhe shumë aktiv në sfilate dhe në ekspozita jashtë shtetit. Sa për informatën, këtë ditë kam qenë në Vlorë, jam takuar me drejtoreshën e muzeut kombëtar Pavarësia, Kozma Alili, në të cilin ajo kërkonte si institucioni nga Vlora, kërkonte një bashkëpunim me ne. Kështu që ne pranohen që kemi një bashkëpunim. Do të thotë kjo se shpejt do prezantohemi edhe në Vlorë me shkollën e mesme tekstile? Po, ta përfundoj. Kështu që për festat e nëntorit, dhe me thonë, shkolla jonë për 28 nëntor do t'je se në agjendën aktivitete shtetërore që të organizohet në Vlorë me 28-in, pra shkolla jonë të kese ose një sfilat, ose një ekspozit me 28 nëntor në bashkëpunim me institucionet që përmenda më herët. Drejtor, si shpen punët me ndërtimin e objektit? Kur do hinë nxënësit në objektin e ri? Do e shtypim pak, do i bëjmë presion kryetarit komunës, Ministrisë Arsimit, të shpejtojmë punët? Po deri tash të presion në shba, jo veç të kryetari, po shba të kompania që e ka marrë për tenderin për ta përfundu. Kështu që besoj që të ditë faza kjo faza e karabinas që i themine. Po, është në përfundim sipër, pas e besoj që dhe se në fazën e ditë përsëri do të bëjmë një presion që të bëhet sa më shpejt, për arsye se me të vërtet nxënësit meritojnë që në shkollën e re, përse jo që kemi diçka kundër atje ku jemi, por pjesët praktike janë shumë të vlefshme për ne. Drejtor, unë do ju uroj shumë suksese për në Vlorë, ndërkohë që do të presim të na thirrni edhe një kamerë dhe një gazetar t'ju japim për në Vlorë. Ne, ekipi i emisionit të mëngjesit, kolegen Valbona e kemi që din të shëtite, sepse unë edhe drejtoroj nuk shëtitim shumë, kështu që do kërkojmë që t'jemi prezent atje dhe t'ju ndjekim për festat e nëntorit në Republikën e Shqipërisë. Do të ishte kënaqësi televizioni juaj që ka respekt në popullat, ne automatikisht në mënyrë me email dhe në mënyrë zyrtare do të dërgojmë. Nuk do të shkruajmë 1, 2 ose do të shkruajmë të lidhë të alem krejt ekipi sa jemi interesuar. Drejtorojnë jo. Faleminderit drejtor. Shumë faleminderit.